Në fakultetin e arteve secili e gjen veten ndryshe. Disa e gjen veten në skenë si performues, ndërsa disa të tjerë ndjejnë dëshirën për ta përcjellë muzikën tek gjeneratat e reja si pedagog. Në fakultetin e arteve këto dy rrugë zhvillohen përmes artit performues dhe edukimit muzikor në të dy nivelet bachelor dhe atë master. Në programin art performues, fokusi është në skenë, në interpretim, teknik dhe prezencë artistike, ndërsa në programin edukim muzikor, studentët zhvillohen si pedagog të muzikës, instrumentist në kuadër të orkestrave dhe ansambleve, si dhe si solist në fushën përkatëse sipas instrumentit të zgjedhur. Unë kam zgjedhur degën edukim në muzikë sepse dua të zhvillohem si artiste dhe të ndoj njohuritë mia me të tjerët. Fakulteti i Arteve është vend frymëzues që ofron mundësi të mëdha zhvillimi profesional edhe artistik. Studentët në Fakultetin e Arteve në Universitetin Haxhi Zeka janë të fokusuar në përgatitjet profesionale dhe zhvillim akademik. Ky fakultet ka dëshmuar veten përmes pjesëmarrjeve në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare, duke kthyer si përfaqësues zinitës dhe lider në fushën e artit. Studimet këtu janë thelbësore dhe të orientuar drejt profesionalizmit. Këtu e kupton që muzika mund të jetë më shumë se pasion. Mund të jetosh në skenë dhe të shprehesh përmes interpretimit. Unë kam zgjedhur edukim artistik në interpretim, sepse dua të zhvillohem si artist dhe të jem pjesë e skenës profesionale. Po punoj çdo ditë për ta ndërtuar rrugën time në muzikë. Çdo student vjen me një ëndër, me një zë të brendshëm dhe me një mënyrë unike se si e përjetojnë muzikën. Andaj, ne jemi këtu si profesor që t'i ndihmojmë ata që të gjejnë identitetin e tyre artistik, të gjejnë rrugën për në skenë, aty ku arti merr jetë, si interpret muzikor, sikurse edhe në edukimin muzikor, ku fal tyre shpërndajnë dije dhe frymëzim për të tjerët. Muzika për mua është skenë, ndjenjë dhe shprehje. Kam zgjedhur art performues sepse dua të jam në skenë dhe të zhvillohem si artist. Çdo student sjell me vete një potencial të veçantë. Detyra jonë është ta ndihmojmë atë drejt zhvillimit të tij profesional. Në Fakultetin e Arteve fillon rruga juaj profesionale në muzikë.